Korça po konsolidohet gjithnjë e më shumë në itineraret turistike të grupeve të huaja, ndërsa operatorët turistik vërejnë një tjetër tendencë pozitive. Turistët nuk e vizitojnë më qytetin vetëm për një ditë, por zgjedhin të qëndrojnë 2 ose më shumë ditë. Sipas operatorëve turistik, paketat që përfshin Korçën janë tashmë të konsoliduara në tregun rajonal dhe shiten prej disa vitesh nga agjencitë e huaja. Ka grupe të strukturuara dhe na vjen mirë të shohim që paketat ngelen të njëjta, pra është një tur, le të themi 7 ditor në vendet e rajonit, i cili ka 2-3 vite që shitet, do të thotë që kërkohet, që pëlqejet, që sugjerohet nga të huaj tek miqtë e tyre, por kemi vënë re vitet e fundit që ka dhe klient, le të themi francez apo gjerman, të cilët rikthehen për herë të dytë në Korçë në këtë turin 7 ditor. Itineraret e grupeve të huaja janë të strukturuara dhe përfshin disa destinacione të juglindjes. Kryesisht ata vizitojnë në liçenin e Ohrit, duke bërë të gjitha mundësitë që atje ofrohen që nga pjesa e gastronomisë, më pas vinin në Korçë, ku preferojnë tepër qetësinë dhe klimën tonë. Pjesa tjetër që ka shumë të rëndësishme disa grupe është bërja me bicikleta e turit të Korçës, po ashtu dhe pjesës së Ersekës, ndalimi atje për një drek apo një darkë. Korça duket se po kalon kështu nga një destinacion që vizitohet gjatë një itinerari të shkurtër në një pikë të mirëfillt qëndrimi për turistët e huaj, me paketa turistike që tashmë kombinojnë qytetin, natyrën, gastronominë dhe destinacionet përreth.